Historia e dashurisë së biznesmenit Errol Bilegu me Djola Dostin ka qenë një nga më të komentuarat në media roz. Kjo më së shumti për diferencën që ka çifti. E pyetur për diferencën prej më shumë se 23 vitesh, Djola është shprehur se kjo nuk është as pak problem për të, sepse shpirtërisht ato të dy janë në të njëjtën moshë. Çifti janë në lidhje prej 2 vitesh dhe shpesh ato kanë pozuar foto nga shtete të ndryshme, ku duket se kalojnë pushimet mes luksit dhe njohjes së kulturave të reja. Gjatë një interviste, biznesmeni është shprehur se ai nuk ka ndërmend që të martohet dhe për këtë gjë ka qenë dakord edhe Djola. Pakti jon është që për sa kohë të jemi bashkë, të kalojmë mirë dhe të bëjmë të lumtur njëri tjetrin, edhe nëse kjo do të thotë që të jemi përgjithmonë bashkë. Por me sa duket, biznesmeni nga Kosova ka ndërruar mendjen në moshën 60 vjeçare. Ai së bashku me Djolën ka shkuar për të festuar ditëlindjen në Amerikë dhe pikërisht në Teksas. I është ulur në gjunjë Djolës dhe ka kërkuar që të martohen bashkë, duke i vendosur unazën në gisht. Unë i thash po, shkroi Djola në rrjetet sociale, duke publikuar foto me unazën e martesës. Por biznesmeni ka edhe 2 fëmijë të rritur në moshë dhe ky lajm në media ka qenë surprizues edhe për ta. Burime mediatike bëjnë me dije se të pyetur për vendimin e babait për të martuar me Djolën, ato janë shprehur se respektojnë çdo vendim të babait të tyre, për sa kohë që kjo gjë e bën ato të lumtur. Edhe pse në rrjetet sociale ka patur një lumë komentesh që e paragjykojnë këtë martesë, duket se fëmijët e biznesmenit e përkrajnë plotësisht babain e tyre.